që keni zgjedhur të jeni me ne në këtë mbrëmje deri në orët e para të mëngjesit dhe sonte mos mendoni, gati për të përjetuar momente të bukura, momente tensioni, momente diskutimesh, debatesh, surprizash, emocionesh, gjithçka ka kjo firma jon që në një muaj ka bërë për vete të madhe të vogël, ka krijuar tifoserit, ka krijuar pëlqyeshmëri në publik për personazhe ikonike. Tani më jeni vërtet rrethuar. Faleminderit publikut në studio, jeni shumë të mirë, reagoni dhe shijojeni. Le të vazhdojmë duar ndërgitja ndërkohë. Ermal Mamaqi, Angel Shkira, Armina Mevlani, me mbrëmje mirë se erdhët. Elegant si gjithmonë. Ermal, sa bukur Ermal, sa bukur Ermal. Mund të them mirënjohje për Kasharelin, jam në duar të sigurta me ta. Je në duar të sigurta, po edhe madamat nuk ngelen më mbrapa, komplimente edhe për Angel Shkira. Faleminderit Dhe ti duke shumë bukur sot. Do kemi shumë për të folur sot. Por Ermalin e majmë me hatër me që e kemi të vetmin mashkull këtu. Ermalin tash të vetmin e kemi. Jam edhe më i bukri, me thonë drejtën. Mbi gjitha. Kemi 3 fermerë në televotim. 3 fermerë të cilët përgjatë këtyre ditëve kanë qenë në televotim, keni patur mundësinë të votoni në voto.vizionplus.tv dhe njëri prej tyre do të shpëtoj sonte nga sfidë e cila do të zhvillohet përgjatë spektaklit me 2 fermerët që mbeten pas nga televotimi, pra 2 më pak të votuarit, si dhe me 2 fermerë që do të zgjidhen nga 6 punëtorët e dalluar. Ju e mbani mend, në spektaklin e kaluar, thamë se ata do të kenë një super avantazh dhe pak më vonë do të prezantojmë avantazhin e tyre dhe mënyrën se si do të bëhet zgjedhja. Kështu që sonte është e rëndësishme sfida, një sfidë e cila nuk e dim ende nëse do të jetë një sfidë për ekuilibrin, për durimin, për përqendrimin, për shpejtësinë, e sigur që do të jetë një sfidë e paharrueshme për ta, sepse ju e dini, ferma pa diskutim ka rëndësinë e saj, sa i takon pëlqyeshmërisë në publik të personazheve, po nga ana tjetër ka 2 tipare thelbësore, që janë sfidat dhe puna. Kështu që duhet të jenë të gjitha në sinkron në mënyrë që personazhi juaj preferuar të konsiderohet, të meritojë fitoren e këtij edicioni. Do kemi shumë për të folur sonte me fermerët tanë, kështu që unë do të kërkoja me njëherë fillimisht të bëjmë diçka të rëndësishme për vazhdimin, mbyllim zyrtarisht televotimin. Shumë mirë, pas pak do të mësojmë se kush do të shpëtoj sonte nga sfida. Ndërkohë, do të kërkoja, ju lutem, lidhjen me fermën për t'i përshëndetur dhe për të filluar të prekim disa nga pikat kryesore të këtyre ditëve, të disa debateve dhe situatave që kanë predominuar qëndrimin në fermë. Ju lutem mundsoni hapjen e lidhjes. Do ndani gresëm! U qëfar qakalli, moj mami! Qakall që hiqet për qinsh! Ua qëfar qakalli! Ua qëfar mërë! Pa dashur t'ju prish këngën, mirë mbrëma nga studio! Mirë mbrëma! Atere, ne ju përshëndesim nga publiku, po unë jam pak e pa qartë, se shikoj disa portrete të ngrysura, të tjerë të qeshur, çfarë po ndodh atje? Si veshkruj, Arbana, si veshkruj. Çfarë po ndodh? Arbana, mund të... Po. Unë e lej rrugtimin tim këtu. Jo, rri. Dhe i përshëndes, i uroj të gjithëve një rrugtim të mbar, të bëhen më të mirë me njëri tjetrin. Ermiona, po sqaro pak se çfarë ndodhi? Nuk ndodhi asgjë, unë kam një energji jo të mirë, unë flas për veten time. Okej. Ola qetësohu, se po flisja për energjinë time. Dhe nuk mundem dot të rrim më në këtë ambient. Të më falësh Arbana, po nuk e ndjej më. E kuptoj, vetëm dua të kuptoj se çfarë po ndodh. Këtu ndodhin gjëra që nuk janë, unë nuk i mbaj dot në sytet e mia. Po çfarë konkretisht? Energjia, ngacmimet, sharjet, ato shikimet mos përfillse,
nuk duan absolutisht të hapin një diçka që mbase aji publiku që na ndjek është më ndjehet më mirë dhe ndjehet më me bereqet kur i thonë që të shikojnë një diçka të tillë. Unë do ta lej tani në këtë moment, Arbana. Të ftoj të ulesh vetëm një moment për të shpjeguar diçka. Atëherë, ne sapo i kemi filluar. Kemi përshëndetur publikun, që na ndjek nga shtëpia. Po unë do vi aty te ty nëse ti më. Te unë do vish patjetër dhe do të pres ty dhe kushdo që largohet nga ferma krah hapur sepse zgjedhjet tuaja janë të respektueshme dhe askush nuk dëshiron që ju të jeni të palumtur. Nëse jeni të palumtur, derën e keni hapur dhe ejani. Faleminderit. Por prit, një moment, Ermiona. Të lutem. Nuk po rri dot, Arbana. E kuptoj. Jam, domethënë, kam një përshtirje brenda meje që nuk kisha kohë që nuk e ndjeja. Shiko. Dhe më vjen, nuk jam okej. E kuptoj. Ajo që dua vetëm të sqaroj është sapo është mbyllur televotimi. Pra, është mbyllur televotimi ku ishit pjesë ti, Gresa dhe Bujaka. Pas mbylljes televotimit njëri prej jush shpëton, ndërsa dy të tjerë do të shkojnë në sfidë. Unë nuk e di se si ka shkuar ky televotim, se nuk e kam akoma rezultatin, e kam mbyllur vetëm për para 5 sekondash, por në respekt të publikut, do të kërkoja, respektoj vëmendjen tënd, vendimin tënd dhe je e mirëpritur në studio për ta thënë edhe një herë. Do të kërkoja në respekt të publikut, të presim vendimin e publikut, që të shohim si pasojë e vendimit se çfarë do të ndodh me dy të tjerët dhe kush do të shkojë në sfidë dhe si do të zhvillohet pastaj sfida. Kjo vetëm për të respektuar njerëzit që kanë harxuar para gjatë këtyre ditëve për juve. Okej? Vetëm për publikun u futa këtu, Arbana. E di. Dhe ndërkohë, edhe pse e nisëm pak mbrapsht, do doja t'ju përshëndesja dhe t'ju uroja të kalojmë një mbrëmje të këndshme së bashku. Natyrisht që ka, si çdo mbrëmje tjetër, dinamika të ndryshme dhe patjetër emocione të ndryshme. Në ferm tashmë loja është ndezur, jemi gati një muaj së bashku dhe me siguri 200.000 euro, ju e keni kuptuar, nuk do të fitohen kaq kollaj, kanë filluar vryllat, ka filluar konkurenca, kanë filluar ngacmimet, ka filluar edhe ndarja e grupeve që nuk ka qenë ndonjëherë më e qartë dhe më evidente se kaq. E shohim të klip dhe komentojmë së bashku.